kuadër të trajnimeve të qendrës Saba, sot do të flasim për menaxhimin e pronimeve të mbretërve në modat e bimëve mjekësore dhe romantike. Edhe kjo vjen në një moment kur gjatë 15 viteve të fundit Britania ka mësuar ndryshime shumë të mëdha nga menaxhimi historik ose tradicional i saj. Dhe kohët e sotme ka ardhur momenti që të zbatohet ajo që quhet Britania Smart. Edhe për të zbatuar atë që quhet fenomeni i bretarisë smart, duhet që mbretët përgatiten kohë më përpara për të qenë prezente në kullota të tilla të bimëve mjekësore aromatike. Ku ndodhemi në një hapësirë të madhe të kultivuar me rigon të bardhë dhe kullota të tilla zgjatin zakonisht 10 deri në 14 ditë. Mbretët duhet të jenë përgatitura mirë, ashtu si do të shikojmë edhe si përgatiten gjojët për kullota të tilla, me qëllim që të arrijen të shfrytëzohen këto kullota në të mirë të kolonive të mbledhve, të një prodhimi cilësor dhe përveç kësaj edhe që të kombinohet edhe me atë që është prodhimi sa më i mirë i kësaj kulture të rigonit bardhë. Ashtu siç theksoi doktor Aleksi, bimët mjekësore dhe veçanërisht të rigonit, që si jemi sot, faqet kultivuar me rigon, përfaqësojnë një potencial të jashtëzakonshëm të integrimit të prodhimit të kultivuar, të bimet kultivuara dhe mundësinë e artë të kombinimit me ai. Cila është arsyeja? Cila është arsyeja që bimët mjekësore e kanë këtë mundësi të jashtëzakonshme? Çka lidhet me biologjinë e tyre? Po flasim për rigonin, që është një bimë e familjes Lamiace, dhe si gjitha speciet e tjera të familjes Lamiace, kjo bimë karakterizohet nga një lule e vogël, e cila është një lule hermafrodite, që do thotë praktikisht organet seksuale të saj mashkullore dhe femërore gjenden në lule. Dhe ajo që bën veçantë lulen e familjes Lamiace është pikërisht embri i kësaj familje Lamiace. Dyfuzore, e cila bën të mundur që insektet të përdorin nektarin që vjen nga pjesa përbërëse e kësaj lule. Kjo është shumë e rëndësishme dhe tjetër gjë që është shumë e rëndësishme për sa i përket insekteve, insektet tek bimët e rigonit kanë një rol signifikativ për sa i përket proceseve biologjike. Kjo me të vërtetë është një bimë hermafrodite, por karakterizohet nga plenimi i kryqëzuar. Dhe bima e rigonit një si bimë entomofile, do thotë që plenimi i saj realizohet nga insekte. Nga shumë insekte, po veçanërisht nga pleta. Praktikisht insektet luajnë një rol signifikativ, jo vetëm për rigonin, po për çdo bimë tjetër entomofile. Cili është roli i insekteve? Është jetësor për sa i përket bimëve. Me ndihmën e insekteve lutet plenimi, i cili kushtozon formimin e një fare të qëndrueshme, e cila bën të mundur vazhdimsinë e jetës një ekosistemi natyror. Dhe ajo që ne duhet të dimë, normalisht është informacion shumë i vlefshëm për të gjithë, që mbreta ka një rol të rëndësishëm jo vetëm thjesht për vazhdimsinë e jetës, por njëkohësisht edhe për sigurinë i biodiversitetit brenda një specie, sepse duke marrë nektarin nga një lule dëshmërie do të plenimi kryqëzuar, e bën të mundur që të rrisi diversiteti gjenik brenda një specie. Roli i mbretës është i jashtëzakonshëm për vazhdimsinë e jetës dhe për biodiversitetin, për larmishmërinë e madhe që gjendet brenda çdo specie. Tjetër gjë që është shumë e rëndësishme është vlera që ka bimët mjekësore si bimë mjaltore. Kjo lidhet kryesisht me pjesën e asaj që përkon me nektarin. Nga vlerësimet që kemi bërë, nga vlerësimet që kanë bërë kërkues të tjerë shkencor, është parë me kujdes se në një fushë të kultivuar me rigon, e cila ka jo pak se sa 80-90 mijë, ka
ka një intensitet të prodhimit të nektarit, i cili shkon në nivelin nga 150 kg deri në 300 kg për hektar. Cila është mënyra që përdorin insekte këta. Ka disa kushte, të cilat bëjnë bazën e përdorimit të nektarit, i cili lidhet kushësisht me temperaturën e ajrit. E të shkojnë tek dimët që të marrin nektarin tek dimët në intervalin e temperaturave nga 22 deri në 28 gradë Celsius, mos gaboj. Dhe normalisht janë shumë të ndjeshme nga temperaturat e larta. Dhe kjo gjë ju shumë rëndësishme është disa temperaturës ajrore, e cila do të jetë në intervalin 50% deri në 75%. Është gjitha këto vetëm një optimizim të marrjes së nektarit nga plantët. Nektari në për llogaritë e veta, së pari kur vjen në kullotat të kësaj kategorie duhet të ketë llogaritur edhe sa përqind është miza e kushës, në mënyrë të tillë që të ketë mundësi dhe ta shfrytëzojë kullotën. Gjithashtu duhet të ketë llogaritur që të paktën të ketë 8 deri në 10 pjellje pjesën e poshtme për diafragmës, dhe kolonitë e bletë të jenë mbi 17 rrugë mis në total. Vetëm ky është çelësi i suksesit në menaxhimin e bletëve në kullota ndikuara nga flora e qerit. Sa i përket demonstrimeve të qendrës Saba, një element shumë i rëndësishëm është edhe rubrika pyes një ekspertit. Çdo moment drejtoni pyetjet tuaja në rubrikën pyes një ekspertin dhe brenda 24 orëve merrni një pyetje lidhur me tematikat që ju keni mbledharitur, të tjera që qendra Saba jep kontributin e saj. Faleminderit.